Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, Allahut i përkasin emrat më të bukur. Allahut i përkasin emrat më të bukur. Gjitha emrat e Allahut subhanahu wa taala i referohen më pas pra emrit Allah. Pa Ar-Rahman kush është? Themi Allahu. Ar-Rahim kush është? Allahu. Ar-Razzaq kush është? Allahu. Pa mëshirbërësi kush është? Allahu. Mëshiruesi kush është? Allahu. Fornizuesi kush është? Allahu. I urti kush është? Allahu. Pra gjitha emrat e Allahut subhanahu wa taala të tjera të bukura, pra i drejtohemi më pas emrit Allah. E jo Allahu, nuk themi Allahu është Rahmani, por Rahmani themi është Allahu e kështu me radhë. Ky është emër i përgjithshëm i Allahut subhanahu wa taala, kurse gjitha emrat e tjera të Allahut azza wa jall janë dhe mund të quajmë janë si shpjeguese dhe po ashtu si cilësi të emrit Allah. Pra mëshiruesi, mëshirbërësi, fornizuesi, ngjallësi është Allahu subhanahu wa taala. Gjë që njëjtën kohë na japin pra të kuptojmë edhe cilësitë dhe vetitë e Allahut subhanahu wa taala kur i referohemi pra emrave tjera të Allahut azza wa jall.